Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se po takohemi edhe sot së bashku në emisionin frontal. Edhe sot vëmendja do t'jete komunat e ndryshme të Kosovës, të cilat po përballen me vërshime pas rreshjeve të shiut. Prandaj në lidhje direkte do ta kemi kryetarin e komunës së Rahovecis Smajl Latifin dhe kryetarin e komunës së Klinës, me të cilët do të flasim në lidhje me gjendjen aktuale nëpër këto komuna. Gjersa në përgjithësi për të gjitha komunat e Kosovës dhe kapacitetet e tyre për ta përballuar një situatë të tillë me vërshimet, do të diskutojmë në studion e emisionet frontal me Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Do të sjellëm dhe shumë informacione të tjera, mirë po në fillim ndjekim titujt kryesor. Një ditë pas përmbytjeve, komunat e prekura po angazhohen që të sanojnë dëmët, Instituti paralajmëron grica dhe rreshje bore. Disa komuna kërkuan nga FSK-ja ndihmë në situatën me përmbytje, por kur janë rastet kur ushtrisi lejohet intervenimi. Vazhdon numrimi i votave me postë për ditëson të dhënat, LDK-s i rikthehet një deputet që ja mori dje PDK-ja. Besimtarët ortodoks festojnë Krishtlindjen, presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti urojnë qytetarët për paqe dhe solidaritet. Frontalin për sot e fillojmë me komunën e Mitrovicës, e cila është një ndër komunat që është prekur më së shumti nga vërshimet. Atje veç të tjera, qytetarët kanë mbetur edhe pa ujë të pijes. E ka shtëpinë krejt pranë lumit. Osman Dobovci është banori më i afërt i zonës së lumit Lushta te Tigullorja në Mitrovicë të Jugut. Nga rritja e nivelit të ujit këtu, ai u detyrua të zhvendosë drut për ngrohje nga një vend në tjetrin. Para kësaj herë mi ka pas mbajtur drut krejt, kështu që prom jam koni detyruar që drut mi marr mi shtim mi vendos më që prap mos më nani marr. Një ditë pas, gjendja këtu është më e qetë. Megjithatë, hyrja e urës që bashkon anët e lumit është mbyllur. Situata u keqësua edhe në Vaganic. Këtu u dëmtua bodrumi i shtëpisë së Hamit Hasanit. Për ne është hira u ballë, se na myti. Para 3 vjetë që kështu na ka pa marë, që me dalë me pa kret me toka, me kret pipi, me bashkë, kret map na ka bë. Pranë tij u dëmtua edhe garazha e Arsim Hasanit. Punën për të larguar ujin nga pruna e tij po e vazhdon edhe këtë të mërkur, edhe kushëriri i Arsimit Rafeti. Janë disa probleme këtu që komuna ma herë s'ka vepru asgjë hiç. Ka probleme të ura këtu, ka ja pjesë atje. Po ngolfatet lumi dhe tani po janë pasujet. Me rrethana më të vështira u përballën banorët e lagjës Bajr. Këta u angazhuan për të larguar balten që u krijua e krijonte bllokada të shumta. Kishte raste kur uji kishte dëpërtuar edhe brenda shtëpive. Mëtej, këtu kishte nevojë edhe për evakuim të qytetarëve. Familja e Azem Pecit prej 5 antarësh u obligua të ndërrojë vëmbanim mbrëm vonë. Prom na largu se pat vërshimet mëdha dhe më ratmin e çute mes janë atje. Sa ora janë orë? Janë kanë naksham ndronë. Mirë po paralajmërohet sërish të përsëritet kjo situatë për Mitrovicasit. Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, thotë se pritet të ngritet niveli i lumit Sitnica. Tashmë vetëm jemi duke vazhdu, duke identifikuar dhe disa pika ku mundemi me bë maksimumin të zonë për shkak se parashihet që sonte eventualisht nesër mund të ketë ngritje të nivelit të lumit Sitnica. Ibrim brome ka pas disa të ujit, po është e menaxhueshme për shkak se janë edhe disa pjesa e pendave të liçenit akumulues. Nga zjarfikësit tregojnë që krahas intervenimeve kanë evakuuar gjithsej 15 qytetar. Janë 15 persona që kemi evakuuar, kryesisht kanë qenë pleqë dhe fëmijë. Ky ekip emergjent ka intervenuar mbrëm në të gjitha zonat e qytetit. Si pasojë e këtyre ndodhive, turbullira e ujit është rritur dhe është ndalur furnizimi me ujë të pijes. Ekipet në terren po punojnë drejt rregullimit të problemit. Uji Mitrovicë edhe në rajonin Cillinej furnizojnë ujë, nuk kemi ujë fare për momentin, për shkak turbullinës që na vjen nga kanali i Lepence. Para 2-3 minuta e mora raportin e fundit, domethënë është niveli i turbullinës është ende shumë i lartë, që e bën të pamundshme trajtimin e ujit nëpër fabrikat tona.
Mitrovica mbetet ndër qytetet më të prekura të vendit, sa herë që ka reshje të dendura të shiut. E në komunën e Vushtris nuk pati dëme të theksuara, përveç urës në fshatin Ropic, e cila është shembur. Shiriti është vendosur e qarkullimi u ndalua. Veturat që u nisën u kthyen mbrapsht. Ura në fshatin në Ropic të Vushtris është shembur nga reshjet e dendura të shiut gjatë së martës. Kjo pasi ai që quhet lumi i Kuq ka arritur nivelin e lartë të ujit, aqsa për të shkaktuar edhe dëme. Banorët që jetojnë këndej pari thonë se me situatë të tillë përballen sa herë ka reshje, prandaj janë kritik për neglizhencën e institucioneve. Na kemi pas gjithmonë në jetë problem, edhe për atë arsye në moment se ka reshje atmosferike, tu i rritet niveli i ujit mbi 2 metra. Ju kisha lutë si ministrive, si kryetarit komunës, me na bën një fazë diçka se kjo është diçka për fshatin ton, për lagjen ton është e tepërt. Për çdo vjet si të ka reshje atmosferike na gjithmonë e kemi të njëjtin problem. Megjithatë, nga komuna e Vushtris thonë se janë përpjekur dhe kanë arritur ta mbajnë situatën nën kontroll. Stata është nën kontroll, është relativisht e qetë. Ato këtu ka pak intervenime, domosdoshmë të vogla, po jo për shtëpia ose diçka nuk kem pas. Sipas tyre, të gjitha ekipet janë aktivizuar dhe po intervenojnë kudo që ka nevojë. Domi më i madh është se shihet kjo urë për shkak të ujit, ka bën një lloj grymje dhe është shem të gjendja është e qetë, relativisht e qetë. Edhe nga zjarfikësit e komunës pohojnë se situata në asnjë moment s'ka qenë e pamenagjueshme. Kem pas intervenime gjatë natës, domthonë në fshat, në për fshatra dhe kryesisht pjesën e qytetit magjistrales, po nuk kanë qenë dome të mëdha, kryesisht kanë qenë dome të lehta. Nga të njëjtit potencohet se nuk ka pasur nevojë për evakuim të qytetarëve. Aty ku ka pas nevojë nuk kanë pranuar me dalë pe shtëpia. Një vend e kena pas në fshatin Pantin, që është desht realisht me dalë ata mirë, po nuk është fut ujë mrena në shtëpi, kështu që banorët thonë që na apërrim shtëpiton që nuk u nishin të rrezikuar me fjalë tjera. Në këtë fshat dhe komunën e Vushtris, dëmtime më të ndjeshme pësuan tokat bujqësore. Por sa është niveli i ujit në lumenjtë e Kosovës, këtë e kuptojmë përmes një raporti të cilin e ka publikuar Instituti Hidrometeorologjik, i cili ka treguar se në bazë të këtij raporti bëhet e ditur se nga e hëna në të martën në Kosovë kanë rënë mesatarisht 43 mm reshje në 1 metër katror. Ndërkaq, sasia e reshjeve sipas pillgjeve lumore më së shumti ka arritur në Drinin e Bardh, pastaj në Ibër, në lumrin Ibri Morava e Binqës dhe në Lepenc. Sipas IHMK-s, shumica e lumenve në Kosovë, e sidomos ata në pjesën perëndimore dhe qendrore të vendit, gjatë këtyre 2 ditëve kanë mësuar ngritje, ku disa prej tyre në disa segmente kanë dalë nga shtrati i tyre dhe kanë shkaktuar përmbytje lokale. Sipas raportit, edhe këto ditë priten reshje shiu në vend. E tani për të kuptuar se si është gjendja aktualisht në komunën e Klinës, do të realizojmë një lidhje direkte me kryetarin e kësaj komune, zotrin Zenon Elezaj. Zotri Elezaj, fillimisht ju falenderoj që jeni pjesë e emisionit frontal, a mund na tregoni se si është gjendja sot në Klinë pas vërshimeve? Po, që nga pardjet deri sot në mëngjes në orët e hershme të mëngjesit ka pas reshje intenzive, dhe lumenjt kanë arrit nivelet maksimale të rrjedhave duke vërshu shumë fshatra të komunës Klinës, po edhe pjesë tjera të konsiderueshme edhe bizneset që ne i quajmë tek kompleksi Guri Zi, ku të gjitha ato restorante janë të vërshuara dhe janë të mbyllura për momentin. Në sa raste ka pasur nevojë për intervenim gjatë ditës? Po ne sigurisht njësia e zjarfikësve me udhëzimet që ka marrë nga policia dhe drejtoria e shërbimeve publike ka bë intervenime në çdo vend ku ka qenë nevojshme, por komuna Klinës me kontratat aktive që i ka me operatorët ekonomik ka bën ndërhyrje në disa pjesë të argjinatura të lumejve në kuptim të rinovimit ose riparimit të tyre, sepse nivelet e larta dhe rrjedhët e energjia rrëmbyshme rrjedhave
ka bërë që në disa vende të rrezikohet edhe kalimi ndrimi i rrjedhës së lumeve, mirë po falë angazhimit deri me tani e kemi nën kontroll, flas në kuptim të rrjedhave kryesore, sepse ato i kanë arritur kuotat maksimale dhe kanë vërshu sipërfaqe të shumta në territorin e komunës së Klinës. A ka qytetarë të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre si pasojë e vërshimeve dhe nëse po, cilat janë zgjidhjet që po ju ofrohen atyre? Ka qytetarë të shumtë që kanë lëshuar shtëpitë e tyre edhe ndoshta edhe dje, po edhe gjatë natës, mirë po me vetë organizim sepse ata jetojnë tani më me këtë dukuri që ne kemi dhe e njohin mirë edhe i paraprind, domethënë i lëshojnë shtëpiat e tyre me vetë organizim dhe kalojnë tek të afërmit të tyre. Nuk kemi pas ndonjë kërkesë deri me tani për strehim apo diçka të ngjashme nga qytetarët, ama ka evakuime të vetë organizuara, kuptohet na njoftojnë dhe jemi të njoftuar që ata tani ndodhen në lokacione të caktuara që sigurisht çka do që ka nevojë për ndihmën tonë, me mundësitë tona do t'i ndalim ndihmë. Sa ka kapacitete komuna e Klinës për t'ju përgjigjur të gjitha këtyre pasojave që janë duke i shkaktuar vërshimet? Po në këtë momente kjo është emergjencë me të gjitha kapacitetet, ne kemi edhe kontratat të nevojshme për t'ju ndalë në një formë më tepër për t'ju dalë ndihmë për me te kalu situatën, e sigurisht që jemi të përgatitur edhe kemi të themeluar komisionin për vlerësimin e dëmeve, i cili që nga dita e nesërme do të fillon vlerësimin e dëmeve sipas kërkesës që qytetarët bojnë, dhe i njëjti raport për vlerësimin e dëmeve do të dërgohet në Qeverinë e Republikës Kosovës për mbështetje financiare, po edhe komuna Klinës nga buxheti i vet, edhe pse me mundësi të vogla, do të shef mundësinë që më dalë ndihmë të gjithë atyre që më prek nga këto vërshime. A keni pasur komunikim me nivelin qendror dhe nëse po, cilat kanë qenë kërkesat që i keni drejtuar? Po ka komunikim, kryesisht në këto momente kërkesat janë të asaj natyre që në raste emergjente, nëse ka nevojë evakuim apo mbështetje nga Agjencioni i Emergjencave, respektivisht nga Forca e Sigurisë së Kosovës, por deri më tani ja kemi arritur që me organizim vetanor t'ja dalim në një formë ta menaxhojmë situatën. Ministria e Arsimit ka marrë vendim që të shtyhet fillimi i procesit mësimor, sa ka qenë kjo e nevojshme në komunën e Klinës, marrë parasysh rrethanat? Po ne kemi metë që ta bëjmë vlerësimin sot pasdite për fillimin e mësimit, mirë po meqense se është vendimi i Ministrisë së Arsimit, atëherë e mirëpresim sepse vërtet situata është e rënduar dhe nuk e dimi nesër se si do të jetë gjendja, sepse edhe në këto orë pas ditës po vazhdojnë rreshurat intensive në territorin e komunës Klinës. E qartë, unë ju falenderoj për këtë paraqitje direkte në emisionin frontal. Faleminderit për ju. Shikues të nderuar, Klini është vetëm një nga komunat e cila është prekur nga vërshimet, prandaj për të parë në tërësi se si është gjendja në 21 komunat e prekura, ndjekim materialin në vijim. Situata vazhdon të jetë e rënduar. Niveli i ujit ka ndryshuar që nga një ditë më parë në komunën e Drenasit, madje disa vetura po vazhdojnë të jenë të bllokuara nën ujë. Një ditë më parë nga kjo komunë u evakuan 20 familje. Kryetari Ramiz Ladrovci dha informacionet e fundit për situatën atje. Sot është e përballueshme sepse sot vetëm po sanojmë dome ose po largojmë ujëra nga zonat ku janë akoma të pakalueshme. Ladrovci tregoi edhe komunikimin që ka pasur me presidenten Vjosa Osmani. Presidenti jam ka kontaktu disa herë, por unë i kum kursy sepse edhe qytetet nuk i kum ditë qytetet tjera se sa janë goditura, i kum thonë veprojnë qytetet tjera, deri për aq kohë sa na nuk kemi me pas vështirësimat moja. Situatë ndryshe nga Drenasi është në komunën e Malishevës që rreshjet kanë pushuar. Kryetari Ekrem Kastrati tha se situata tashmë është e qetë. Situata është pak më e qetë, për dallim nga ditët që lanë edhe që shtuan, mirë po dhe me tutje sipas të dhënave meteorologjike dhe me tutje pritet rreshje të shiut, mirë po shpresoj që mos të jenë të intensitetit lartë e që kështu të vazhdojmë një jetë normal. Kastrati tregoi dëmët që u shkaktuan nga përmbytjet.
do kemi pas dëme të jashtëzakonshme si në infrastrukturë rrugore, si në ekonomitë familjare, po edhe tek bizneset. Prandaj karshi kësaj ne kemi themeluar një komision profesional i cili do të del në vendin e ngjarjes në kohën kur kjo të është të mundshme, praktikisht po qetësohet tërësi situata. Rishjet kanë përmbytur edhe një pjesë të fshatrave në komunën e Dragashit. Përmes telefonit, kryetari Begja Gjeladini tha se situata është alarmante. Gjendja është alarmante, edhe po vazhdojnë këto vëkshimet, është blokue pypat cilët e përqenin lumin, e blokue ura, edhe tash uji i cili po vjen nga pjeshkët zasit madhe, është duke përshue rrugët e fshatit. Nga rishjet janë prekur edhe një pjesë e fshatrave të Prizrenit. Në situatë të rënd të mërkurën kanë vazhduar të jenë fshatrat e komunës Rahovecit e Gjakovës, ndërsa në Junek nga e marta është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Për gjendjen e rënd në 21 komuna të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti të mërkurën tha se situata është nën kontroll dhe se institucionet po kryejnë punën e tyre. Si pasojë e kësaj gjendje, fillimi i gjysmë vjetorit të dytë është shtyr deri më 12 janar në të gjitha komunat e vendit për shkak të rreshjeve dhe kushteve të vështirësuara në disa zona. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njoftuar se nga informacionet nga tereni është konstatuar se fillimi i procesit mësimor i parapar për të njëjtën është i pamundur. Mirpo Mashti njoftoi tutje se këto 2 ditë do të zëvendësohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-26. Si pasojë e vërshimeve dhe situatës së rënduar në shumicën e komunave, si dhe qarkullimit të vështirësuar për shkak të rreshjeve të vazhdueshme, të cilat sipas institutit pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, duke shkaktuar vërshime lokale, vështirësi në komunikacion, probleme në sistemet e kanalizimit dhe pengesa në trafik, Ministria e Arsimit ka marrë vendim që pushimi dimror të vazhdoj edhe për 2 ditë në nivel vendi, përkatësisht më 8 dhe 9 janar, thuhet në vendimin e ministrisë. Për shkak të gjendjes nga vërshimet, disa komuna kanë kërkuar edhe intervenimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Mirpo nga materiali në vijim, kuptojmë se kur i lejohet ushtrisë që të bëjnë një gjë të tillë. Rreshje të shumta në komunën e Rahovecit shkaktuan përmbytje të mëdha në zona të ndryshme. Në fakt, në fshatin Dzërdz të këtij qyteti, 2 familje u ngujuan brenda shtëpive të tyre për shkak të vërshimeve. E për evakuimin e tyre u nevojit edhe intervenimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Bashkë me trupat e FSK-s do realizua evakuimi i 2 familjeve në fshatin Dzërdz, duke siguruar daljen e tyre të sigurt nga zonat e rrezikuara. Për gjendjen shëndetësore të qytetarëve të evakuuar, u kujdes edhe stafi i QKMF-s në Ravec, i cili ofroi ndihmën e parë mjekësore, ndërsa janë dërguar për trajtim të mëtejshëm mjekësor. Një kërkesë për ndihmë nga Forca e Sigurisë së Kosovës e patën edhe nga komuna e Skënderajit. Siç tregon zëdhënësi Amir Lushtaku, pas shumë vështirësive në komunikim, FSK shkoi aty por qëndroi shumë shkurtimisht. Kemi kërkuar që me ardhmë me qëndru në Skënderaj për shkak se në rast se lumi Klina do dilte nga shtratë sikur se herën e kaluar, atëherë përmbytjet kishin qenë shumë më të mëdha dhe pasojat kanë mund të jenë fatale edhe për qytetarët e komunës son. Ekipet e FSK-s kanë qenë dhe kanë qëndruar vetëm 5 minuta në Skënderaj. Edhe evakuimin e familjeve atje ju desh ta bënin përmes zjarfikësve. Po janë rreth 10 familje që janë evakuar natën e mbrëmshme për shkak të rrezikut të drejt për drejt nga vërshimit. Pjesa më e madhe këtyre familjeve që janë evakuar janë në pjesën e qytetit, kurse një pjesë tjetër janë në fshatra, pra që nga Kuqica e deri në daljen e Açare, pra familjet për shkak të rrezikut janë evakuar dhe janë larguar nga shtëpitë e tyre. Mirpo ish ushtaraku Ihsan Berisha thotë se përveç mandatit për intervenim, FSK-ja mund edhe të punojë në parandalimin e përmbytjeve të tilla. Me ndërtu padiera, pengesa, me gur, more. Në dyka, disa pozicione si që është kërkuar nga inxhinier Rana Forc, çka janë ato? Vërshime të dha, ujnë e madh që akumulohet, shkrirje e burës, hapër e tjera, me ndalu hodhe në cilin ato binë në rafshina dhe qytete. Berisha thotë se duhet që kuvendi t'i mbajë përgjegjës krejt institucionet kompetente.
E tani është koha që të realizojmë një lidhje direkte me kryetarin e komunës Rahovecit, Smaj Latifi, për të diskutuar në lidhje me gjendje në këtë komunë. Zotri Latifi, ju falenderoj për këtë paraqitje të drejt për drejt në frontale, a mund të na tregoni se si është aktualisht situata në Rahovec? Faleminderit për mundësinë. Ka filluar të stabilizohet gjendja, rreshtet janë paksu, dhe dëmet janë evidente. Kemi disa probleme në pjesën e poshtme të Xerxhës, në bashkëpunim me FSK-n. Ekipet tona i kanë largu 2 familje dhe jemi kujdes që të evakuohen, të strehohen në qytet. Edhe po ashtu jemi kujdes edhe për 2 familje tjera kanë pas nevojë për pak ushqimore. Falenderoj qytetëzën për kushtimin, për gatishmërinë që ta dëshmojnë solidaritetin e tyre ndaj atyre që kanë nevojë, ndaj familjeve që kanë nevojë. Në qoftë se nuk do të kemi rreshje intenzive të shiut, unë shpresoj që ta kapërcejmë këtë situatë dhe me njëherë nga nesër ta bëjmë njoftimin zyrtar, edhe unë do ta bëj një video publike, do t'i ftoj qytetarët të gjithë ata që janë dëmtuar, ambisrit, ekonomitë familjare, bizneset, në mënyrë që komisioni jonë funksional ta bëjë regjistrimin dhe vlerësimin e dëmeve, më pas ta hartojmë raportin profesional dhe ta dërgojmë në komisionin shtetëror të dëmeve që me insistim do të kërkojmë që të bëhet kompenzimi i dëmeve të shkaktuar nga fatkeqësitë elementare natyrore. A mund të tregoni pak për intervenimin e FSK, se si ka shkuar procedura, e keni bërë ju kërkesën si komunë dhe më pas ata kanë ardhur? Apo dëgjohemi? Zotri Latifi, ne po ju dëgjojmë, nëse keni mundësi të na sqaroni për intervenimin e FSK-s dhe procedura se si kanë shkuar deri në ardhjen e tyre. Po dje kemi pas një komunikim me telefon me presidentën Vjosa Osmani, edhe normalisht kemi komunikuar me telefon me ministrin e detyrës Forcet Lokale Albert Krasiqin, me ministrin e detyrës, ushtruesin e detyrës, ministrin e detyrës Isan Durmishin, edhe normalisht që FSK-ja që nga një ekip i FSK-s që nga mbrëmja e ditës së djeshme janë aktive, janë këtu. Edhe sot ne kemi vepruar në bashkëpunim me ta, edhe normalisht që situata është e menaxhueshme aktualisht. Është stabilizuar sepse rreshtet gjatë ditës sot me kanë qenë të pakta, dhe po shpresojmë që edhe natën ta kemi me rreshje sa më të pakta. FSK-ja normalisht që ne kemi zhvilluar procedurat në bashkëpunim me AME-n, edhe e falenderoj gatishmërinë dhe angazhimin e FSK-s edhe këtë ekipet të tjera, përfshi ekipi i komunës, Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Njësia e Zjarfikësve, Policia e Kosovës, po edhe solidaritetin e banorëve, të cilët janë kujdes që bashkë me ne të bëjmë atë që është e mundur në këto rrethona dhe normalisht të minimizojmë pasojat e dëmeve. Normalisht edhe kompanitë private që janë të kontraktuara nga komuna Rahovecit, i falenderoj për gatishmërinë, për përkushtimin dhe angazhimin që në shumë zona ku ka pas nevojë ndërhyrje me makineri kanë operuar me sukses. Ne kemi pasur edhe shembje të dheut në disa rrugë lokale, rajonale, dhe po bëjmë këtë që është e mundur në mënyrë që pasojat veprimet tona të minimizojnë pasojat, po edhe ta mbrojmë edhe pronën, edhe jetën, edhe sigurinë e qytetarëve. Zotri Latifi, kemi parasysh që komuna e Rahovecit është një ndër komunat më të prekura ndër vite nga vërshimet. Si ka funksionuar kjo çështja e vlerësimit të dëmeve dhe sa ka pasur mundësi që të kompenzohen? Dëmet komuna e Rahovecit nuk ka kapacitet buxhetor të kompenzojnë, edhe zakonisht dëmet ne do të kërkojmë me insistim që të bëhen nga Komisioni Shtetëror i Dëmeve nga Qeveria e Republikës Kosovës. Sepse mundësitë buxhetore të komunës së Rahovecit
absolutisht janë të pamjaftueshme dhe nuk ka në një farë mënyrë asnjë mundësi komuna të kompenzojë dëmet të cilat shkaktohen nga fatkeqësitë elementare natyrore. Ne kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në hapjen e vijave, kudo që ka pas pika kritike më herët, para se të ndodhë kjo fatkeqësi, është fat i mirë që kemi bërë edhe rregullimin e shtretëve të rrjedhave e lumenjve problematik. Mirë po një problem që nuk është kompetencë e komunës, është drini i bardhë, që është jashtëzakonisht i premtuar dhe nuk ka investim nga ona e shtetit apo donatorëve, sepse ne jemi kompetentë dhe zakonisht kur rritet niveli i ujit në drinën e bardhë, atëherë vështirësitë rriten edhe problemi bëhet më serioz. Tash për tash ne nuk kemi problem në lumenjt edhe parrojet problematik, sepse ato po rrjedh uji, mirë po rritja e nivelit të ujit në drinën e bardhë ka shkaktuar të lashën në Gegje, në fshatin Gegj, në Xerx, sepse është rrit niveli te mosa dhe normalisht që kjo tash rrezikon pronat, rrezikon shumë çka, po ne po kujdesemi që të rrim gati të qëndrojmë pranë dhe me këtë që kemi me kush po kërkon ndihmë, ekipet i kemi të shpërndara në terren me këtë territorin e komunës së Ravezit, sidomos në zonat që dje pasajesht kanë qenë problematike. Zotri Latifi, unë ju falenderoj për këtë paraqitje direkte në Frontal. Ndërë pasi punë marë. Mirë po, pse po vërshohen rrugët e Kosovës, ekspertët thonë se faji për këtë është zinxhiror, gjërsa kritikojnë edhe ndërtimet në zona të ulta. Mjaftojnë disa oreshje dhe qarkullimi këtu të blokohet. E kjo s'është e vetmja rrugë që përmbytet shpesh kur ka reshje në Prishtinë. Njësoj ndodhe dhe me një tjetër që është ndër kryesoret për hyrje dalje të kryeqytetit. Nga reshjet e shiut disa herë me ujë mbush edhe shkolla Ismail Qemali. E krejt këto sipas institutit Atlas ndodhin për shkak se janë ndërtuar në zona me rrezikshmëri për vërshime. Sipas tyre, 32% e shkollave e 28% e institucioneve shëndetësore janë të vendosura në këto zona. Por pse ka përmbytje dhe kur reshjet janë intenzive? Krahas ndryshime klimatike ne duhet të adoptojmë edhe ligjet ose normat e ndërtimit edhe të projektimit. Fatkeqësisht ne edhe normat e projektimit që kanë qenë të vjetra ose planet e vjetra nuk është se i kemi marrë të mirëqena ose të mirëfillta në aspektin kur kemi trajtuar shumë objekte në ndërtim, po flasim në nivel vendi. Fatkeqësia qëndron që janë ndërtuar në zonat të cilat janë të ulta, shumë zonat të cilat kanë qenë detyrimisht për të kulluar ose zonat të cilat kanë nxjerrë ujërat jashtë janë mbushur me dhera dhe janë kthyer në zona industriale. Gjafa tregon se çka duhet të ndërmerret nga institucionet që situata të tilla të shmangen. Nga niveli qendror, te niveli lokal, por edhe te ne si qytetar, duhet që ti trajtojmë mirëfilli gjatë fazës projektimit, gjatë fazës së ndërtimit dhe gjatë fazës së operimit mbajtjes. Në gjitha hallkat kemi çaluar dhe gjitha hallkat kanë bërë që sot këto vërshime të jenë katastrofike në shumë komuna. Veç një ditë më parë, disa rrugë të Prishtinës ishin të mbyllura për qarkullim për shkak të vërshimeve. Eksperti komunikacionit Nol Deda tregoi rrezikshmërinë që ju kanoset shoferëve. Ka një fenomen i cili shfaqet aty, që na quajmë anglisht quhet aquaplaning, derisa na e kemi përkthyer si pyka ujore. Për fatin të keqen, paraqitja kësaj pykës ujore, automjetin me njëherë e largon prej kontrollës drejtuesit të automjeteve. Deda tha se kriteret rrugore nuk janë të përmbushura në pothuajse shumicën e rrugëve në vend. Na shohim se kriteret tona rrugore nuk i kanë ato elemente teknike të cilët e përmendin e përcjellin ujit, unë do ta përmend vetëm një rast të Kroni Bretit, ku aty një tëreshër atmosferike e mbulon, mos flasim tash edhe për Prishtinën. Të shtatë ka tentuar të marrë një qëndrim edhe nga komuna e Prishtinës në lidhje me këtë çështje, por të njëjtit gjatë ditës nuk ishin të qasshëm. Për të diskutuar më gjerësisht rreth sfidave me të cilat po përballen komunat e Kosovës gjatë këtyre ditëve, me mua në studio Sezan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Mirë se vini në Frontal. Përshëndetje Ardita, faleminderit për ftesë. A mund na komentoni fillimisht gjendjen në komunat e Kosovës? Shohim se shumica prej tyre janë duke u përballur me vërshime. Po, situata dje ka qenë pak më e vështirë se sa sot. Sot kam pas komunikim me shumicën absolute kryetarëve të komunave të cilat janë të prekur nga rreshjet e fundit atmosferike dhe fatmirësisht sot nuk ka pas shumë rreshje. Intensiteti i rreshjeve nuk është ashtu siç ka qenë dje.
dhe gjithë kryetarët e komunave cilët kanë qenë të prekur nga rreshtet e fundit, kanë qenë në nivel të jashtëzakonshëm detyrës, i kanë mobilizuar gjitha ekipet e komunale në komunat përkatëse dhe kanë qenë në gatishmëri të plot. Ata gjithashtu kanë qenë deri në orët e hershme të mëngjesit së bashku me qytetarët e komunave përkatëse dhe janë munduar që me ekipet komunale t'i dalin në ndihmë qytetarëve të cilët kanë qenë të prekur nga rreshtet e fundit. Mirë po situata ndoshta neve po besojmë që do të jetë e tillë edhe sot, edhe në vazhdimsi, po nëse do të kemi rreshje edhe në ditët në të ardhme, ashtu siç po parashihet, atëherë situata mund të përkeqësohet. Në bisedë që kam pas me kryetarët e komunave, ata janë të brengosur shumë. Për shembull, kryetari i Malishevës thekson që diga e cila është ndërtuar në lumin Mirusha në komunën e Malishevës, situata është shumë urgjente që të ketë një intervenim të shpejtë. Pastaj problemi po është gjendja sa i përket fenomeneve natyrore ka ndryshuar ndër vite. Do thonë, nëse kemi pasur një situatë më të qetë të këtyre fenomeneve në vitet e kaluara, tash kemi ndryshim drastik. Po kemi rreshje të tilla pothuajse për çdo vit, po kemi situata të tilla për çdo vit dhe në këtë fatkeqësi fatmirësisht është që nuk kemi pasur ndonjë humbje të jetës së qytetarit të Republikës Kosovës, ashtu siç ka ndodhur në komunën e Pejës para disa viteve. Në komunikime gjithashtu që kanë pasur edhe me kryetarë të tjerë, ata kanë brengën e tyre se ka mungesë të jashtëzakonshme financiare në komunat e Republikës Kosovës në mënyrë që ata të përballohen me situata të tilla. Gjithashtu edhe problemi po është i rimbursimit mjeteve tek ekonomitë familjare, bizneset, po edhe gjithashtu edhe investimet në infrastrukturë pas rreshjeve apo pas vërshimeve. Për shembull me kryetarin e komunës së Drenasit, zotrin Ramil Lladrovci, ai theksoi se gjatë vërshimeve të fundit, jo të ditëve të dieshit edhe të sotmit, po ka pas dëmtime në disa ura dhe nuk ka pas intervenime nga niveli qendror sa i përket sanimeve të këtyre dëmeve. Pastaj problemi është që unë e theksova më herët që ndoshta nuk kemi pas fenomene të tilla të shpeshta në të kaluarën dhe legjislacioni i cili ka qenë i cili rregullon këto situata ndoshta nevojitet një amandamentim sa më i shpejt që është e mundur, sepse në legjislacionin ekzistues po ka shumë burokraci sa i përket rimbursimit mjeteve ndaj qytetarit, ndaj bizneseve familjare, sidomos familjare, dhe në bisedë që kam pas me kryetarët sot, i kam pyetur se a janë rimbursuar mjetet nga vërshimet e një kohe të caktuar, për shembull, dhe shumica atyre theksojnë që qytetarët ende shkojnë nëpër komuna ku kërkojnë rimbursimin e mjeteve të tilla dhe në një komunë, për shembull, një kryetar i komunës më tha që qytetarët kanë theksuar se nga rreshtet e disa viteve më herët janë rimbursuar vetëm 25% të kërkesës së tyre. Dhe ta shtrohet dilema se këto procedura të cilat janë të paraporme me legjislacionin në fuqi, a duhet të ndryshojnë apo jo? A duhet pres qytetari i Republikës Kosovës me vite të tëra në mënyrë që të rimbursohen ato mjete të cilat janë të kërkuara? Qytetarit nuk i intereson se kush e merr vendimin sa i përket rimbursimit mjeteve, mirë po ai kërkon që ato mjetet i marrë në llogaritë e veta bankare sa më shpejt që është e mundur. Do të thonë, komunat janë në detyrë, kryetarët e komunave kanë qëndruar deri në orët e hershme të mëngjesit, derisa situata është stabilizuar pak dhe po shpresojmë që një situatë e tillë do të jetë edhe në të ardhmen, mirë po i kanë mobilizuar ekipet, disa kryetarë theksuan që ata vetëm se i kanë funksionalizuar komisionet komunale për vlerësimin e dëmeve, se ajo është përgjegjësi e komunave dhe pastaj do të ecin me hapa të cilat janë të parapara me legjislacionin në fuqi. Flasim për gjendjen aktuale, sa kanë kapacitete komunat për të ballafaquar me një situatë të tillë. Për shembull me kryetarin e komunës së Klinës gjatë bisedës që e pata, tha me mjetet financiare vetanake ka bërë disa investime në parandalimin e situatave të tilla. Dhe tha fatmirësisht që kanë pas mjete financiare dhe kanë bërë një investim të tillë dhe gjendja në ditët e sotme është shumë më e mirë se po mos ishte bërë ai investim. Komunat nuk kanë kapacitete ndoja financiare. E kemi theksuar edhe kemi ngritur si shqetësim të madh si Asociacioni Komunave të Kosovës çështjen e kontratës kolektive, e cila po ja merr me miliona euro komunave nga buxhetet e tyre komunale e në veçanti nga investimet kapitale. Do të thonë komunat nuk kanë mjete financiare
nuk janë të fuqishme financiarisht që të miren në mënyrë serioze me sanimin e dëmeve apo parandalimin e këtyre vërshimeve, për shembull nëse ndodhin vërshimet që të intervenojnë në infrastrukturë rrugore apo në të përkrajnë bizneset familjare, nuk kanë kapacitete financiare. Dhe ligjërisht, në Republikën e Kosovës, niveli qendror është përgjegjës për rimbursimin e mjeteve financiare. Komunat me aq kapacitete so kanë, i ndihmojnë qytetarëve të Republikës Kosovës, mirë po përgjegjësia institucionale është e nivelit qendror që të miret në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë serioze. Për shembull, kemi pasën në Skenderaj para disa viteve, kemi pas një fatkeqësi të tillë natyrore. Dhe tash nëse i pyet kryetarin e komunës apo ish kryetarin, ai thekson që bizneset në komunën e Skenderajit ende nuk janë rimbursuar tërësisht. Nëse i pyet kryetarin e komunës së Rahovecit, bujqet të cilat kanë pësuar nga vërshimet e viteve të kaluara, ende ndoshta në tërësi nuk janë rimbursuar. Gjithashtu edhe me komunat e Suarekës e Malishevës. Mirë po, kryetari i Malishevës më luti që të bëjë një kërkesë urgjente që niveli qendror të miret në mënyrë serioze sa i përket digës në lumin Mirusha, se tha është në gjendje jashtëzakonisht të keqe dhe ndoshta me prurje të reja të ujit, që po besojmë që nuk do të ndodhë, atëherë mund të kemi një gjendje jo të mirë në komunën e Malishevës. Por gjithashtu, situata serioze sa i përket vështrimeve është edhe në komuna tjera. Po, e përmendëm që pak a shumë po dihet disa nga komuna të cilat zakonisht preken më shumë nga vërshimet. Sa ekziston gatishmëri nga niveli qendror për të bashkëpunuar me komunat, meqense si në rastin e një komune që e përmendë që kanë intervenuar paraprakisht për t'i parandaluar dëmet. Sa ekziston një bashkëpunim që t'i paraprihet një problemi të tillë që të ndërmiron masa? Po këtu tash po është problemi, sepse po e kemi vërshimet. Tash pas vërshimeve është mirë që institucionet përgjithëse relevante të miren me situatën se çka mund të ndodhë nëse do ta kemi një situatë të tillë brenda një viti. Do të thonë se rastet po shpeshtohen, fenomenet këto dukuri natyrore janë shpeshtuar, nuk jemi para 15 vjetë kur këto kanë qenë të rralla. Dhe për shembull nëse ka nevojë, unë e dëgjova kryetarin Smajl Latifi, tha që lumi, drini i bardhë ende nuk e ka pas ndoshta të vlugun e madh të ujit, mirë po nëse do ta ketë, atëherë nuk është kompetencë e komunës rregullimi i shtratit të tërësishëm të këtij lumi, apo për shembull niveli qendror duhet ta rregullojë shtratin e lumit dhe ndoshta të bëj atë shtratin e lumit ta thellojë, domethënë në mënyrë që mos ketë prurje të mëdha të ujit në komunat përkatëse. Këto janë domethënë intervenime serioze të cilat duhet të ndërmirren nga niveli qendror. Tash po i shohim pasojat këtë vit. Mirë po duhet intervenohet gjatë një periudhe të caktuar kohore në mënyrë që mos përsëriten raste të tilla, sepse kemi komunat pothuajse të cilat po preken nga vërshimet, po janë në rrafshin e Dugazhinit. Domethënë ne kemi edhe komunën e Jonikut, isha në kontakt edhe me kryetarin Rushdisheu edhe tha situata është e qëndrueshme, mirë po nuk e dihet se çka mund të ndodhë brenda natës. Për këtë arsye po mendoj që si të kalohet kjo situatë, niveli qendror duhet miret me analiza më të thella rreth shkaqeve dhe pasojave të mundshme dhe të bëjë intervenime serioze. Komunat nuk kanë kapacitete financiare të bëjnë ato intervenime. Për shembull, te rasti i digës në lumin Mirusha, është kompetencë ekskluzive e nivelit qendror, mirë po tash nuk është momenti që të fajsojmë nivelin qendror apo të miremi me fajsime, mirë po është mirë që pas kësaj situate të ulemi niveli lokal, niveli qendror, të kemi analiza, të gjejmë shkaqet në mënyrë që këto fenomene do të përsëriten, natyrisht mirë po pasojat janë minimale. Apo kthehet vëmendja te komunat vetëm në rastet kur ato po përballen me situata të tilla? Po, shikoni, ajo po shihet që kryetarët po pranojnë telefonata, po pranojnë vizita, mirë po neve si asociacion kemi kërkuar themelimin e një fondi emergjent për komuna në raste të tilla. Do të thonë që intervenimi të jetë më i shpejt tek qytetari i Republikës Kosovës dhe jo tash të miremi me burokraci. Tash domethënë në komisionet komunale do ta bëjnë analizën e situatës, do t'i vlerësojnë dëmet, ato raporte shkojnë në kuvend komunal për miratim. Dhe këto në shumicën absolute të rasteve komunat i bëjnë në afate rekorde. Problemi është çka po ndodh pastaj. Tash këto raporte miratohen nga kuvendet komunale, shkojnë në agjencinë e emergjencave. Aty bëhet ndoshta edhe një analizë
ndoshta nuk ka besim ndaj komunave, duhet të rishikohen ato raporte, pastaj dërgohen në qeveri dhe tek pastaj fillon rimbërsimi i mjeteve. Dhe këto tash shtrohet pyetja. Nëse kuvendi komunal është organi më i lartë vendimarrës në nivel lokal dhe vendimet cilat miren në kuvendin komunal bazohen në ekspertët e asaj fushë apo atij komisioni i cili ka bërë vlerësimin. Atëherë, a është më mirë për shkaqe burokratike dhe pasojat po i vujnë qytetarit sepse rimbërsimi i mjeteve po vanohet me vite të tëra. Nëse niveli qendror, përkatësisht organet e nivelit qendror, nuk kanë besim te organet e komunave, do të thonë komision apo në kuvend komunal, është mirë që ata të miren me këto pasoja. Do të thonë, ata të funksionalizojnë komisionet nga niveli qendror, të shkojnë të bëjnë analizën e situatës, të evidentojnë dëmet dhe të raportojnë në nivel qendror dhe me njëherë të filloje rimbërsimi i mjeteve. Pra vlerësoni se duhet bëhet një ndryshim në këto procedura deri te vlerësimi i dëmeve në mënyrë që të jetë më efikase dhe më e shpejtë. Patjetër. Do të thonë edhe te çështja fundit emergjent për komuna e kemi dhënë edhe arsyet se pse duhet të bëhet kjo. Nuk e kemi kërkuar këtë fond në të kaluara, por tash është domosdoshmëri e kohës, sepse qytetarit nuk i intereson është agjencia e emergjencave apo niveli qendror, sepse ende qytetarë shkojnë ankon tek komunat për mos rimbërsimin e mjeteve, sepse ata mendojnë që pasi komisionet formohen nga komunat, mendojnë që komunat duhet i rimbërsojnë. A ka aspekti institucional dhe ligjor është niveli qendror përgjithës. Për këtë arsye kemi kërkuar edhe një vijë buxhetore për këto fenomene natyrore për komuna, po edhe amandamentimin e ligjit që në mënyrë të shkurtohet burokracia. Shikoni, nëse jep Zoti dhe nuk kemi pasoja të tilla, ato mjete financiare nuk shfrytëzohen, ato kthehen në nivelin qendror. Mirë, po është mirë të kemi vija buxhetore të tilla në mënyrë që më njëherë të intervenohet. Vizitat, telefonatat, qytetarit sinqerisht në shumicën absolute të rasteve ato nuk i interesojnë, ato i interesojnë domethënë që paramendoni ka investime familjare në biznesën familjare, 100.000 euro dhe vërshimet e sjellin situatën në zero. Apo, dhe ajtë të pres 2 vjet, 3 vjet, apo ndoshta edhe të mos i marrë ato mjete, është një pasojë jashtëzakonisht e madhe për një biznes familjar. Për këtë arsye, këto janë arsyet kryesore, pse neve si asociacion kemi kërkuar themelimin e kësaj vije buxhetore për komuna në raste emergjente. Si shkojnë procedurat, a janë qytetarët ata të cilët duhet të drejtohen te komuna për të kërkuar që të bëhet vlerësimi i dëmeve që janë shkaktuar në pronën apo në tokën e tyre bujqësore? Po, do të thonë qytetarët shkojnë në komunë, komuna e formon një komision për vlerësimin e dëmeve dhe analizën e situatës, i mbledhin shënimet, i evidentojnë pasojat, ato i dërgojnë në kuvend komunal për miratim. Dhe tani kuvendi komunal i çdo komune përbëhet nga antar të partive të ndryshme politike dhe nacionalitetet të ndryshme. Dhe tash kur merr vendim kuvendi komunal, nuk ka asnjë logjik që niveli qendror t'i marrë dhe t'i rishqyrtoj ato raporte. Për këtë arsye po themi më mirë, nëse niveli qendror nuk ka besim te organi më i lartë vendimarrës në nivel lokal, le t'i formoj komisionet vet, le t'i dërgojë në komuna, ta bëjë vlerësimin e dëmeve dhe t'i rimbursojë me njëherë mjetet tek qytetarët të ekonomitë familjare. Por pastaj edhe situata tjera të infrastruktura po është. Sepse, po themi përsëri, në shumë komuna ka dëmtime serioze në infrastrukturë dhe me legislacionin në fuqi, pasojat nga dukurit natyrore duhet mbulojnë financiarisht nga niveli qendror, mirë po ato nuk po bëhen. Dhe pastaj po vijmë edhe pasoja tjera. Për këtë arsye, edhe neve, edhe kryetarët e komunave kërkojnë një reagim shumë më të shpejt nga niveli qendror. Telefonata edhe unë kam bërë sot, unë mund të bëj edhe vizita, mirë po na mendojmë që qytetarët e Republikës Kosovës kërkojnë një përkraje financiare që në mënyrë që ta të kalojnë situatën më shpejt, se më mire më shpejt. Ka pas evakuimet banorëve, fatmirësisht për shembull në Drenas, kryetari Lladrosi më njoftoi që ato familje të cilat janë evakuar kanë shkuar te familjarë tjerë. Mirë po edhe në këto raste po mendojmë që dora e shtetit duhet jetë
shumë ma funksionale, ma efektive dhe drejt për drejt, sepse te familjarët mund të qëndroj, po komoditetin cilën e kanë në shtëpit e veta nuk mund të kenë në shtëpit e tjera. E përmendët komunën e Drenasit si një ndër komunat e cila është ankuar se nuk është kompenzuar dëmi i shkaktuar. A ka edhe komunat të tjera të cilat e kanë pot njëjtën ankesë dhe për çfarë projekte bëhet fjalë? Po ka ankesa, domethënë nga kryetarët e komunave me të cilët bisedova sot, domethënë gjithë janë ankuar, se nuk janë reimbursuar mjetet. Për shembull në një komunë mjetet financiare ndaj ekonomive familjare janë reimbursuar rreth 25%. Ka komunë cilët bizneset ndoshta nuk janë reimbursuar në tërësi, apo ka mungesë të tërësishme në reimbursimin e mjeteve. Kemi bëq nga komunat e Rahovecit, nga komunat tjera, cilët nuk janë reimbursuar ende. Në përgjithësi, komunat nuk janë të kënaqura me procesin e reimbursimit dhe ndoshta edhe me përsindjen e reimbursimit ndaj ekonomive familjare, ndaj bizneseve, e në veçanti nuk ka pasur një angazhim serioz në investime në infrastrukturën rrugore të cilat kanë qenë të dëmtuara për shkak të rresheve atmosferike apo në fenomeneve në përgjithësi natyrore. Sësan jemi në fund të bisedës, mirë po desha t'ju pyes për çështjen e komunave me shumicë serbe të cilat bën të ditur me njëherë pas shpalljes së rezultateve që dëshirojnë të largohen nga asociacioni. Çfarë ka ndodhur me këtë proces? Po, shiko, neve si asociacion jemi një mekanizëm vullnetar, ku misioni jonë është mbrojtja e interesave të autoriteteve lokale në nivel qendror dhe ndaj institucioneve tjera. Neve, antarësimi i komunave bëhet në bazë vullnetare. Këto 4 komuna e kanë marrë vendimin në kuvendet komunale. Dera asociacionit komunat Kosovës gjithmonë është e hapur. Mekanizmi jonë nuk është politik, nuk mirë me politik ditore apo politika të ndryshme. Neve mirë me lobim, avokem dhe me ngritjen e kapaciteteve, po neve duam të shpresojmë dhe besojmë që në një tallë me shumë të afërt, këto komuna cilat kanë marrë vendimin për të dalë njëherë për një nga asociacioni, do të ndryshojnë mendje dhe do të kthehen në asociacionin e komunat Kosovës. Se shikoni, ne kur lobojmë, na lobojmë për interesat e gjitha komunave, tash për raste edhe kësaj për shembull fatkeqësive natyrore. Ne kërkojmë një vijë buxhetore për raste emergjente në komuna për gjitha komunat. Shpresojmë që ato komuna mos jenë të prekura nga këto vëshime tjera, sepse edhe ata janë banorë të Republikës Kosovës. Mirë po, në përgjithësi, kur neve kërkojmë diçka, kërkojmë për gjitha komunat e Republikës Kosovës, pa marrë parasysh përkatësinë politike apo edhe atë etnike. Ata në reagimin e tyre patën akuza, duke thënë se nuk kanë përfituar këto komuna asgjë gjatë këtyre viteve sa ishin antar në asociacionin e komunave Kosovës. Nuk e kam dëgjuar, mirë po realiteti është pak më ndryshe. Neve kemi bashkëpunuar, kemi ngrit kapacitete, gjithashtu edhe kemi bërë shkëmbimin e përvojave nga ato komuna në komuna tjera, apo komuna tjera kemi pas përfaqësues apo zyrtar komunal nga këto komuna cilët kanë shkuar në komuna tjera ku kanë marrë përvoja, sa i përket fushës së inspektimeve, sa i përket fushës së menaxhimit të financave, sa i përket shërbimeve publike tjera. Për këtë arsye, po tash mund të themi një ndër sfidat kryesore janë financat lokale. Në një të largët jo shumë, para disa viteve, kemi pas një tendencë nga nivelli qendror që t'ja merr mbi 100 milion euro komunave të Republikës Kosovës. Ka qenë asociacioni i cili ka reaguar, i ka mbrojt interesat e komunave dhe nga ato 100 milion euro normal që edhe ato komuna kanë përfituar diçka. Kjo është roli i asociacionit komunat Kosovës dhe asesi t'jemi politik. Do më thonë jemi mekanizëm vullnetar, i mirëpresim në një tallë me të shkurt që të antarësojnë përsëri në asociacionin sepse kanë përfitimin nga asociacioni komunave. E qartë dhe për funda mund të tregoni se sa e keni pasur të vështirë si asociacion të funksiononi gjatë vitit 2025 në mungesë e institucioneve funksionale, marrë parasysh situatën politike në vend. Po. Në vitin 2025, në vitin që e lam, kanë qenë të parapara disa ligje që të amandamentohen dhe ligje shumë të rëndësishme për pushtetin lokal. Ka qenë në ligje për financa lokale, ligje për tatimin pronë, ligje për prokurim publik dhe njësë ligje tjera cilat kanë një impakt të drejt për drejt në komunat e Republikës Kosovës. Fatkeqësisht nuk patë grupe punuese dhe normal që as Parlamenti i Republikës Kosovës nuk ishte funksional, po shpresojmë që këtë vit këto nismat cilat janë parapar në vitin e kaluar të paraqiten në strategjinë legislative,
në mënyrë që disa ligjet cilat janë të rëndësishme për autoritetet lokale në Republikën e Kosovës ta mandamentohen, në mënyrë që institucionet lokale të përfitojnë, dhe nëse institucionet lokale përfitojnë edhe qytetarët e Republikës Kosovës në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit Frontal sot. Është kënaqësi, faleminderit. Ndërsa ne shikues të nderuar, vazhdojmë me informacionet të tjera dhe flasim për gjendjen në Shqipëri, e cila po ashtu po ballafaqohet me vërshimet atje ku në Durrës janë evakuuar edhe banorët. Të paktën 800 banesa u përmbëtën e mbi 300 persona u evakuan. Kështu ishte gjendja në të cilën u zgjua qyteti i Durrësit këtë të mërkur, duke pamundsuar qarkullimin në periferi. Banesa shtëpi biznese sipërfaqe të tëra tokash u përmbëtën, teksa 10 automjete u dëmtuan nga uji si rezultat i situatës i krijuar nga rreshtet e dendura të shiut. Çfarë vetë santim uji ka pas mëna? Këtë gjonat kanë dalë jashtë përdorimi. Katastrofale. Edhe të paraburgosurit në katin e parë të burgut u zhvendosën në katet e sipërme për shkak të përmbytjeve. Ndërkohë në Vlorë, si pasojë e shembjes së dheut, një prej banesave është shkatëruar plotësisht, ndërsa tjetra ka pësuar dëmtime të rënda, ku sipas banorëve aty, për pak shpëtuan nga shembja e murit. Në 2:30 ta duan të arma ka rënë muri. Pastaj duan, kjo ishte e njësh. Kjo ka filluar në ora 3 e deri në ashtu bërë gjithë kjo. Dëme të mëdha pati edhe në Shkodër, ku qindra hektar tokë u përmbëtën për shkak të motit të keq. Një situata hiç më mirë nuk është as në Korçë e në Lezhë, madje në këtë të fundit pati edhe protesta nga banorët. Tu nuk merr masa si njëri. Do e shtren që tash provizore dhe do prishet prap pas 3 ditësh. Sa shiu po arsit bjerë do prishet. Kjo nuk është e zgjidhje. Kjo është vetëm e zgjedh vet si shtet me hik me myllësi të popullit. Plot rrugë bën të pakalueshme edhe në fshatrat e Gjirokastrës e të Kuksit për shkak të rresheve të mëdha. Ndrojmë temë të informacionit, krye prokurori i Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, Bleri Misufaj, ka refuzuar kërkesjen e mbrojtjes për përjashtimin e prokurorit special Bekim Kodraliu nga lënda për shpërthimin në kanalin e Ibër Lepencit në varak të Zubin Potokut. Lajmin e ka konfirmuar Arbnora Luta, zëdhënëse PSRK-s. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ju njofton se kërkesa e mbrojtjes për përjashtimin e prokurorit special nga rasti penal në fjalë është refuzuar, tha Luta. Në këtë rast, për sulmi në kanalin e Ibër Lepencit akuzon 2 vëllezërit Dragisha e Jovan Vicentijević dhe Igor Dimović. E tani flasim për numrimin e rezultateve procesi cili po vazhdon edhe sot, e nga i cili Lidhjes Demokratike të Kosovës i është rikthyer një ulse në Kuvendin e Kosovës. Verifikimi i zarfeve po vazhdon edhe të mërkurën. Kjo dhomë brenda qendrës së numrimit dhe rezultateve po vijon që të validoj ato që i takojnë votimit jashtë Kosovës, respektivisht të votimit përmes postës. Këto kuti që sipas KQZ-s janë tërhequr më 2 dhe 5 janar të 2026 do të numërohen duke filluar nga kjo e mërkur, derisa ka ende prej atyre që janë verifikuar paraprakisht që vazhdojnë të llogariten. Aktualisht në qendrën e numrimit dhe rezultateve po vazhdon procesi i numrimit të fletvotimeve që kanë ardhur përmes postës, ndërkaq sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ky proces pritet të përfundojë deri të premten. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se nga kutit postare në Prag, Londër, Zagreb, Stockholm, New York, Canberra dhe Kopenhag janë tërhequr 8180 pako të tjera me fletvotime. Më 5 janar nga 13 kutit postare në Tiranë, Berlin, Vjenë, Bern, Bruxelles, Hag, Podgoricë, Oslo, Shkup, Ottawa, Ljubljana, Rom dhe Prishtinë janë tërhequr 11867 pako me fletvotime. Deri më tani, pjesa më e madhe këtyre pakove janë sjellur në Kosovë dhe janë nënshtruar procesit të vlerësimit dhe verifikimit këtu në QNR. Elezi ka shpjeguar se me përfundimin e numrimit të këtyre fletvotimeve, KQZ është e gatshme për të shpallur rezultatin përfundimtar. Ka qenë planifikuar që shpallja e rezultateve përfundimtare të bëhet më së largu deri në datën 19 janar. Dinamika e punëve që zhvilluar qoftë në qendra komunale të numërimit apo edhe këtu në QNR na bën të besojmë se shpallja e rezultateve, siç e kemi thënë më herët, mund të ndodhë shumë më shpejt se sa ky planifikim.
Ndryshe, në përditësimin e fundit të KQZ-s, u bë e ditur se Lidhja Demokratike e Kosovës ka rikthyer mandatin e humbur një ditë më parë nga PDK, duke e quar kështu në 15 deputet në grupin e tyre parlamentar, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës ka rënë nga 23 në 22 deputet, duke humbur kështu një mandat. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka uruar besimtarët ortodoks me rastin e fesës së Krishtlindjes duke u dëshiruar paqe, shëndet dhe harmoni familjare. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Osmani ka theksuar rëndësinë e vlerave të dashurisë, solidaritetit dhe respektit të ndërsill, duke uruar një Krishtlindje të bekuar dhe paqësore për besimtarët ortodoks në Kosovë dhe në mbar botën. Ndërkohë dhe kryeministri në detyri i Kosovës Albin Kurti ka uruar qytetarët e komunitetit serb të besimit ortodoks, të cilët kremtojnë Krishtlindjen sipas kalendarit julian. Kurti ka uruar që kjo festë të sjellë dashuri, mbarësi dhe begati, duke theksuar rëndësinë e harmonisë, mirëkuptimit dhe respektit mes qytetarëve. E me këtë informacion, ne shikues të nderuar po e përfundojmë emisionin frontal për sot. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.